Rreshtit e ditëve të fundit kanë përkeqësuar ndjeshëm situatën në disa zona të bashkisë së Pogradecit ku lumejnë problematik veçanërisht lumi i Vërdovës po shkaktojnë dëme në toka bujqësore dhe banesa, duke rrezikuar edhe jetën e banorëve. Sipas bashkisë së Pogradecit, lumi i Vërdovës prej vitesh mbetet një problem serioz, por ditët e fundit situata është bërë emergjente. Autoritetet vendore kanë hartuar një projekt për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi, por mungesa e fondeve ka detyruar bashkinë të kërkojë mbështetje nga qeveria qendrore. Atëherë, lumi i Vërdovës ka qenë një problem i goxhahershëm dhe sot në këto ditë është bërë shumë imediat dhe ju po e shikoni vetë se çfarë ka ndodhur. Bashkia e Pogradecit ka kohë që ka hartuar një projekt të mirëfilltë për zgjidhjen e këtij problemi një herë mirë dhe kemi bërë dhe kërkesat për kace. Gjendja financiare e bashkisë me fondet e saj është e vogël dhe detyrimisht kemi kërkuar pranë qeverisë. Ne kemi folur me gjithë institucionet, kryetari ka folur me institucionet për kace dhe ata janë shprehur të gatshëm, por akoma jemi në fazat e kërkimit ose të aplikimeve për fonda. Atëherë dëme të 3 lumenjtë që ne i kemi problem gjithsej dhe ky lumi i Vërdovës na shkakton goxha probleme si në toka bujqësore dhe në familje. Ne janë disa familje që kanë relatuar, na kanë marrë në telefon numrat që ne kemi në dispozicion. Grupet e monitorimit dhe të evidentimit janë terren. Nuk mund të them për një numër sakt të dëmeve, por jemi në fazat e konstatimit. Grupet e monitorimit janë në terren për evidentimin e dëmeve, ndërsa disa familje kanë raportuar probleme të shkaktuara nga dalja e lumit nga shtrati. Rreziku shtohet edhe nga prania një shtylle të tensionit të lartë pranë lumit, e cila në rast shëmbje mund të shkaktojë pasoja të rënda. Në këtë kuadër unë i bëj thirrje dhe institucioneve tjera, sepse këtu është një bashkëpunim që kërkohet ndërmjet ARSH-së, Bashkisë Pogradecit, OSHE-së, e cila aty brenda është një shtyllë elektrike e tensionit lartë që në momentin që ajo mund të bjerë, mund të shkaktojë tragjedira. Neve kemi njoftuar sektorët e qarkullimit rrugor, firmat e mirëmbajtjes që të kujdesen sepse kjo rrugë nga moment në moment mund të jetë dhe bllokuar, mund të bllokohet, nga që njëri kalim është i bllokuar, ne kemi vënë shenja për kace për ndalimin, pjesa tjetër nga moment në moment dhe mund bllokohet. Ne themi që kjo zgjidhet përfundimisht me projektin. Imediate, duke bashkëpunuar me autoritetet, mund të bëjmë zgjidhje provizore, por është shumë problematike. Autoritetet lokale bëjnë thirrje për bashkëpunim institucional dhe ndërhyrje sa më të shpejtë për të shmangur përkeqësimin e situatës dhe për të garantuar sigurinë e banorëve të zonës.